Përshëndetje të gjithëve. Për ditën e 8 marsit, unë kam përgatitur këtë kek që është jo vetëm i shijshëm, por pak kalorik. Nuk ka as pak sheqer, është me tërshër dhe urma arabie. Filloj me përgatitjen. Në fillim në një blender do ta kthejmë në miell 140 gram me tërshër. E vendosim në blender dhe e kthejmë në miell. Tërshëra tashmë është kthyer në miell tërshëre. Këtu kam një moll të kuqe dhe një karot. I grim në pjesë të vogla, mollën e pastrojmë nga lëkura dhe e shtojmë në blender bashkë me karotën. Si e pat, edhe molla dhe karota janë të plota të mëdha. Shtojmë 2 vezë në blender që të ndihmojnë blenderin të punojë. 2-3 lugë të gjellës me mjaltë, ndoshta edhe më shumë, nëse e doni më të ëmbël. Pulsojmë me shkëputje, duke ndihmuar her pas here edhe me thik, derisa të përftojmë një masë të njëjtë, homogjene. Si e shikoni, të gjithë përbërësit janë mbluar dhe janë kthyer në krem. Tek mielli i tërshërës do shtojmë një majluke me sodë buke ose fryrës së ëmbëlsirash dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë puren e përgatitur ose kremin e përgatitur me karota dhe moll. I shtojmë 3 lugë të gjellës me miell kokosi ose kokos. Dhe brumi tashmë është gati. Këtu kam urma arabie. I pastrojmë nga përthamat që kanë urmat dhe më pas do i presim në pjesë të vogla. Ky është një kek që del pak i errët, është si shëndetlia që del e errët nga mjalti, por e shijshme. Këtu ka jo vetëm mjaltin, por edhe molla është e ëmbël, edhe karota është e ëmbël. Urmat e arabis janë të ëmbla. Mund t'i shtoni edhe fruta të tjera të thata nëse dëshironi. Unë për këtë kek do përdor një tavë me perimetrin 20. I bashkojmë bashkë me urmat e arabis dhe brumi i kekut tashmë është gati. Këtu ka marra. I grim në pjesë të vogla. Kam edhe disa kokra fistiku. I kam gati. E kam përgatitur tavën me letër furre. Shtojmë brumin e kekut. E nivelojmë, sistemojmë dhe sipër do t'i shtojmë arrat e grira. Direkt në furrë, siç piqet një kek zakonisht, për 40 minuta në 170 gradë. Tavat janë pak delikate, ndaj unë përdor gjithmonë këtë drurin. Ja, edhe keku i sapo pjekur. Duket perfekt. E prisni në mënyrën që dëshironi. Dhe ja ku e përgatitëm këtë kek, të thjesht, të shijshëm, të shëndetshëm dhe i shpejt. Ju falenderoj që më ndiqni.